ju kemi parë që keni protestuar lidhur me, po themi, lumin e ujin e Tragjasit dhe të Kuqit. Si po shkon, po themi, protesta, aktivizimi i banorëve kundër këtij, po themi, marrjes së ujit të Kuqit dhe Tragjasit? Shiko, pyetja juaj tamam ashtu është marrja e ujit, bile është më e rëndë se marrja, se është grabitja e ujit. Sepse në përgjithësi lumende mund të arrihet t'ju marrësh rreth 30-35% të sasisë një qëllim energjie, të cilën e kthen përsëri në lum mbas X kilometrash. Dhe pikërisht këtë kemi mundur të kritikojmë që si ka mundësi që të merren këto lumenj për hece, po sepse nuk merret 30-35%, po merret 98 deri 100%. Dhe nga hecet neve kemi sot lumenj malor të Shqipërisë, nga Valbona deri në Konispol, që të gjitha të marra për qëllime energjie në sasinë e tij më maksimale, ku nuk ka më një pikë uji të mbetur në lum. Kjo është një radhë. Në rasti konkret, si në Tragjas, edhe në Kuq, lumi ose ujit e lumit merret që në buronja, prandaj quhet buronja të Kuqit. Merret që në buronja të Tragjasit, që quhet izvor, që do të thotë vend me ujë dhe izvorit. Dhe këtë lumej nuk është thjesht që si thotë zoti kryeministër, që 300 më mirë, çka kemi me thotë 300 litra në sekond marrin ato që quhen bizneset caktuara në Bregdet. Nëse ju keni 11 litra në sekond. Pjesa tjetër ka 10 litra, se janë 37 fshatra poshtë Kuqit dhe më shumë se 15 fshatra poshtë Tragjasit. Janë më vete, lumej më vete. Dhe ju vlihet nga 10-12 litra në sekond për ata banorë që janë në fshatra sot. Por në fakt është një gjë shumë herë më e madhe se kaq. Të cilën e kam thënë herën e fundit në protestën që bëm lidhur me lumin e Kuqit, lumin e Vlorës, ku atje fola ashpër, fola për të ngritur apo nxehur apo për të nxjerr atë lloj energjie të fjetur, që unë i quaj energji e fjetur e qytetarëve të lumit Vlorës, që të marri ujin dhe ti të ngrihesh në atë numër të kufizuar 10, 30, sot karale ishin edhe 100, dhe ngrita zërin fort për të nxitur sa do pak ata, sepse nuk ka gjë më të tmerrshme, ku edhe pushtuesi nuk e ka bërë. Që të marrësh ujin e lumit në buronja e Kuqit, ujin e izvorit në buronjat e Tragjasit, ta qosh më shumë se gjysmën, ose edhe gjysmën, ta qosh në një drejtim tjetër, në një drejtim jo të paditur në thonjza, por në një drejtim të devijuar përjetësisht, kujdesa, përjetësisht, kjo është shumë e rëndë, sepse ata si punë e Rockefellerit me gjyshin e Bill Gatesit, që nuk u mjaftuan të pasuroheshin me naftë, me farmaciti, po pasuruan me të drejtën e ujit. Edhe këta sot, këta nuk është puna që merr gjysmën, 300 litra, la dhe 300 për të tjerët, por ai merr të drejtën e ujit, ai merr aksionin e madh, ai ka marrë tokën, sepse toka nuk ekziston pa ujë. Pra nuk ka marrë thjesht ujë, o ju vlonjat, o ju kuqot, që deri sot keni dashur të delni me autobus, se nga jeti thaj, nga Luqa dhe, unë jam nga Kuqi thaj. Edhe duan që dalin gjithë të parë me autobus anash, që thënë, ku janë sot? Bijt dhe burrat e Kuqit, ta që janë në Tiranë, ta që janë në Amerikë, ta që janë në Vlorë, ta që kanë ngelur atje në lumë. Ku janë të soti? Që thonë që që ti bëjmë djalit ton, nipit ton për kryeministrin. Se ai po e tha, ai e bëndi. Shiko me çaj energjie negative nisem. Dhe unë mbajta një qëndrim, ndoshta nuk them fjalim të bukur, po një qëndrim edhe të ashpër, edhe me pak ton agresiv për të nxitur sadopak atë ndjenjë që i kanë ngelur banorëve të lumit Vlorës, dhe unë vajta herën e fundit për herë të 10 të vajtur me kohën time, me energjinë time, pa projekt, pa pasur në një ide projekti me ata ose për ata, dhe kam vajtur disa herë, po këtë radhë mendova të vija prapë sepse më thanë që do ngrenë çadra. Mendova që duke ngritur çadra si punë e atyre të teatri apo e tjerë, do jetë më serioze, e kanë marrë dhe më seriozisht. Në fakt, ata nuk i përgjigjen kësaj thirrje së ngritjes së çadrave. Bile një javë përpara, në një parafundit,
kam patur dhe kam shtytur eskavatorin për të bërë një lajm, për të bërë një veprim, që ne jemi kundra, jo se do përmbysim eskavatorin e 1-2. Nuk më shoqëruan mua ata banorët. Më lanë vetëm. Profesor, tha polici, pse shtyhet eskavatorin, ti je figurë publike, po jam i thash. Edhe për ujë, po ta mbajti, thash, hajde më arresto, thash, se po të mbroj ujë e fëmijëve të tuaj, thash, shefit policisë. Edhe nuk më ndjen fare, nuk kam pikë frike. Që vetëm burg për një qëllim kaq pisnik që është ujë, sepse uji është tokë. Uji është ujë, uji është pyll, uji është kënet, uji është lumë, uji është rejnë bimësh, uji është ekosistem, uji është blektori, është bletari, është bujësi. Uji është ku njerëzia e shef sasinë e ujit në lumë dhe ndërtojnë jetën atje. 37 fshatra ndërtojnë aq banor sa e ka llogaritur mi herë më lart se shkenca se sa banor dele dhe anë dhe duhet të jetojnë në këtë lumë. Ndërkohë ja i e merr këtë lumë ti. Edhe jep të drejtën e ujit, ja u jep disa të tjerëve, do thuash ti biznes. Po, ata kanë mira mundësi të tjera për të gjetur ujë. Sigurisht kanë harxuar 140 milion lekë të vjetra për një pusit doli negativ, po jam i bindur, po të shep pyetur hidrogjeolog të mirë, unë jam një nga ata. Nuk është fjala për mburje, po vetet edhe nuk e them që vetet dy gjë ujë, por ka mundësi të tjera pa fund për të gjetur ujë në burimet pranë tyre dhe jo për t'ia marrë. Nuk merret më, nuk ka, janë 6 konventa që ndalojnë marrjen e ujit në ndryshim deviacion të përjetshëm, janë 6 konventa. Dhe mbi të gjitha janë konventa e Lek Dukagjinit ose ligji maleve, ligji i Drisulit, që thotë që banori që është pranë burimit ka të drejtën një herë në vit të mbylli burimin për të thënë të tjerëve që ti me ujë nuk mund të tallesh. Nëse banori i Shkodrës që ka një pusë në lagje, ka të drejtën në 1-2-3 gusht në fatësirë më të madhe, mos i japi ujë banorëve të lagjes, sepse do të thotë që uji ti s'mund të tallesh. Pra, uji nuk devijohet kurrë. Uji nuk merret edhe për ecë, i merret një sasi, e tham, 30-35 kg. Jo më ta devijosh më shumë se gjysmën në një drejtim tjetër. Kjo është vetëm në Shqipëri. Vetëm këta ti, përfshirë romak, venecian, turk, osman, serb, grek, kanë ardhur, kanë luftuar, kanë ikur, po s'kan trazuar ujin pra. Ndërkohë, që atje shikoje shumë pa gra. Këto ambisa që do t'jenë si ato nënat gratë që furnizonin me armë dhe me luftë banorët e veriut 911 kundër serbit apo kundër luftës ballkanike. Nësa grati mund të kishe për kokra 2, 3, 4 gradi. Kështu që kjo është shumë e dhimbshme. Për mua kjo është prandaj edhe vete, prandaj edhe kam një kurajo dhe një zë dhe një shpjegime dhe një bërtitur që mendoj se mas e indis, por besim kam akoma, nuk më ka bek besimit. Kjo është i gjithë.